Edi ishte një djalë fantastik, një lojtar që çdo njeri e vlerësonte jo vetëm për aftësitë e tij në fushë, por edhe për zemrën e madhe që kishte. Ai nuk e meritonte kurrë që të dilte jashtë lojës në atë moment, sepse përkushtimi i tij, pasioni dhe energjia që jepte për ekipin ishin të pakrahasueshme. Çdo lëvizje e tij tregonte dashurinë për lojën dhe çdo gol apo asist që bëri mbeti në mendjen e të gjithëve. Kur u mësua se Edi do të largohej, një trishtim i thellë mbushi ajrin. Një vajzë që kishte ndjekur çdo ndeshje me sy e zemër, nuk mundi të përmbante emocionet. Lotët i rridhnin në përfaqe, duke treguar dhimbjen e brendshme dhe dashurinë që ndjente për lojtarin. Ishte një pamje që preku zemrat e të gjithëve, turpi që dikush i tillë të largohej dhe dhimbja që mbeti pas. Në atë moment, dikush, ndoshta një mik, ndoshta një shok loje, i tha, "Ludos." Një fjalë e thjeshtë, por e mbushur me kuptim. Ishte një thirrje për të mos u dorëzuar, për të marrë frymë thellë dhe për të kuptuar se, edhe në humbje, virtytet dhe përpjekjet e tij nuk shkojnë dëm. Ishte një shenjë respekti dhe ngushëllimi, një përpjekje për ta bërë të ndjejë se nuk ishte vetëm, edhe kur rruga duket e vështirë. Ky moment mbeti i paharrueshëm. Edi nuk ishte vetëm një lojtar që u largua nga loja, ai ishte një shembull i pasionit, i përkushtimit dhe i ndershmërisë në fushë. Dhe vajza që qante nuk qante thjesht për një humbje, ajo qante për bukurinë e momentit, për krenarinë që ndjeu duke parë dikë që ishte kaq i madh në shpirt. Në fund, Ludos nuk ishte thjesht një fjalë, ishte një përqafim i padukshëm, një mënyrë për të thënë, ti je jashtëzakonshëm, dhe kjo nuk do të harrohet kurrë. Largimi i Edit nga Big Brother Kosova mbetet një nga pikat më të mëdha të diskutimit për banorët dhe shikuesit. Për shumë të jashtëm, Edi ishte një nga finalistët më të fortë, një lojtar me kulturë, me strategji dhe një qetësi që e dallonte nga pjesa tjetër e shtëpisë. Përse produksioni vendosi ta nxirrte atë jashtë është ende një përpyetje e madhe, sepse në dukje Edi nuk kishte bërë asgjë që të justifikonte largimin. Kur shikonim lojën e brendshme, ka disa elementë që mund të kenë ndikuar. Edi ishte një banor i respektuar, por nuk ishte gjithmonë në qendër të zhurmës dhe kjo mund të ketë bërë që tensionet e vogla të shtyheshin ndaj tij deri në një pikë kur reagoi emocionalisht. Në të njëjtën kohë, shumë pyeten, kush ka bullizuar më shumë? Kush ka fyer më shumë? Në lojën e Big Brother, shpesh prodhimi dhe publiku reagojnë ndaj atyre që krijojnë konflikte të dukshme ose që reagojnë në mënyrë të fortë ndaj provokimeve. Fjolla dhe Alba janë të njohura për konfrontimet e tyre dhe për fjalët e drejtë për drejta, por nuk është e qartë se kush ka ofenduar më shumë. Arditi ka pasur momentet e tij ku ka provokuar dhe ka fyer, sidomos në përplasjet me lojtarët më të ndjeshëm. Edi, nga ana tjetër, nuk kishte historik të ofendimeve ndaj publikut apo banorëve, ai reagoi kryesisht si pasojë e provokimeve të vazhdueshme. Pyetja tjetër që lind është, a ishte radha e Edit, apo kishte diçka tjetër që nuk shkonte? Në dukje, Edi ishte një nga lojtarët më të mirë, me shanse të mëdha për finale. Por largimi i tij mund të ketë ardhur si pasojë e një kombinimi, reagimi i tij ndaj presioneve, tensionet me disa banor që e provokonin, dhe një pamje e përgjithshme që prodhimi vendosi të ndërhyjë për të krijuar dramatizëm ose për të ndikuar rrjedhën e lojës. Në thelb, nuk duket se ishte radha ose një vendim i paracaktuar. Më shumë duket si një moment kur situatat dhe emocioni i akumuluar arritën një pikë kritike. Edi mund të ketë humbur nga mënyra si perceptoi reagimi i tij nga